Më 25 tetor, u mbajt Kungull Fest pranë restorantit Niagara, një vend me pamje të bukur, ku lumicem në sinkroni me natyren, sjellin magjin e këtij lokacioni, duke tërhequr vizitor, jo vetëm nga vendi, por edhe jashtë saj. Një ngjarje e veçantë që solli gjallëri, ngjyra dhe aromë tradite. Ky aktivitet organizohet për të 5 vit radhazi, mundësuar nga organizata turistike Tuzi. Festa mblolli bashk prodhues vendas, artizan, familje dhe vizitor të shumt, në një atmosferë plot energji pozitive ku ekspozuan ushqime tradicionale, produkte artizanale dhe u zhvilluan aktivitete argëtuese për fëmijë. Ngjarja u hap me një fjalë përshëndetse nga zoti Alen Gjoka, i drejtori i organizatës turistike të Tuzit, i cili falenderoi të gjithë pjesëmarrësit dhe nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së prodhimeve lokal dhe promovimit të trashëgimisë kulturore të zonës. Atmosferën festive e zbukuroi dhe performanca e këngëtares Eliza Markiq, e cila me këngët e saj krijoi një ambient të ngrohtë dhe argëtues për të gjithë të pranishmit. Të nderuar të pranishëm, miq, kolegë, të dashur fëmijë. Është kënaqësi e madhe se sot jemi mbledhur për të festuar së bashku Kungull Festin, një manifestim që sjell ngjyra, kreativitet, shije të mira, shoqërim dhe gëzim për të gjithë ne. Festa e Kungullit, siç e shohim çdo vjet, vjen e rritet dhe tashmë është bërë festë tradicionale që sot shënon 5 vite nga themelimi i saj. E vërtet se para 5 vitesh ky manifestim u emërua si Kungull Fest, por ajo sot e shohim se shënon edhe më shumë se aq. Kjo ditë është një ditë fest e punës, e natyrës, e kulinarisë të mirë, e përkushtimit dhe bashkëpunimit. Pa dashur të kalojmë pjesën më të ëmbël punës të më të veçveli tonë që kemi këtu pranë skenës. Sot para jush keni 34 ekspozitor dhe jam i bindur se për të gjithë nga më të veçlit deri të më të moshurit do të gjendet nga diçka që ju pëlqen. Të gjithë ekspozuesve, veç e veç u jemi mirënjohës për pjesëmarrje, për angazhim dhe për dashurinë që sjellin çdo vit në Kungull Festin. Le të vazhdojmë të kultivojmë këtë frymë bashkëpunimit edhe me atij, të punojmë për një komunitet më të bashkuar dhe një ofertë turistike më të pasur. Gëzuar dhe ju uroj një ditë plot shije, argëtim dhe shoqërim. Hapjen zyrtare të aktivitetit i lëm për më të veçlit dhe më të bukurit e këtij manifestimit, klasën e parë nga shkolla fillore Mahmut Lekis me mësuesen e tyre Suzana Gjyrashaj. Pas tyne vazhdon argëtimi me muzikë me Elizën Markic dhe bendin e saj. Faleminderit dhe kalofshi bukur. Sleep.
Fëmijët gjithashtu patën mundësinë të argëtoheshin me lojra të ndryshme të organizuara dhe të shoqëruar nga mësimdhënësit e tyre, duke sjellë buzëqeshje dhe momente gëzimi gjatë gjithë kohës. Një tjetër veçanti e festës ishte edhe pjekja e gështenjave, e cila tërhoqi shumë vizitor me aromën dhe shijen e tyre tradicionale. Gjatë aktivitetit, ne intervistuam disa nga pjesëmarrësit, të cilët shprehin kënaqësinë e tyre për organizimin e një eventi të tillë që mbështet prolluesit vendas, promovon turizmin lokal dhe forcon ndjenjën e komunitetit. Këtu marr pjesë çdo vit me radhë, si bëhet ky manifestim, domethënë është manifestim shumë i bukur. Kësaj herë marrin më shumë pjesë njerëz nga mbar, domethënë vendet e Malit të Zi, si nga Nikshi, Podgorica, Cetinja, nga shumë vendet e Malit të Zi. Këtu marr pjesë me prodhime të ndryshme, nga bimet medicinale dhe produkte të ndryshme, nga siç janë vajrat esenciale, hidrollatë, sapunat, serume, kreme, dekorime të ndryshme, domethënë të cilat janë të gjitha natyrale. Çfarë preferojnë më shumë blerësit nga këto produkte shumë të mira, do thoja? Blerësit më shumë marrin vajra esenciale, sapuna, kallë qese nga lavanda, po sjellë jastek sepse erdhi sezoni i dimrit, ku kallë viruse, leftohje, kështu dhe jastekun limon, ato si një halim për atë punë. Si e shihni ju interesin e vizitorëve nga viti në vit? A ka një rënje, një zbehje, apo është më i rritur se vitet e kaluara? Jo, për çdo vit është më i rritur, domethënë si këtu, si në çdo vend, sepse kam edhe prodhim të ndryshëm, domethënë çdo vit edhe unë kam prodhime të shumë, për çdo vit edhe më shumë ka një prodhim, dhe kështu kam shumë mirë, domethënë me këtë punë kaloj shumë mirë. Sa kohë përgatiteni ju përpara përpara se të vini këtu në Kungull Fest? Por vetë jam e përgatitur në gjithë, sepse merrem me këtë punë, domethënë prodhimet janë të gatshme, sille të shtëpia që kam dyqanin e im. Dhe kështu për panajire përgatitem, domethënë më shumë me kreme dhe serume, sepse i bëjnë të freskëta. Dhe kështu s'me duhet domethënë 2 javë për këtë punë. Po për sa ju përket çmimeve, a lëvizin çmimet nga viti në vit apo mbesin të njëjta për disa prodhime, sepse për të gjitha sigurisht që do të lëvizin? Te unë domethënë çmimet janë të njëjta për secilin prodhim. Ka ndonjë vajra esenciale, domethënë është rrit nga makti, ndoshta ndonjë çmim tjetër, kurse për këto vajra tjera është një lloj, domethënë çmimi si çdo vit. Merrem me qiri, me vath, edhe kështu, me këto punime dore që e bëjmë. Këto janë prodhime tuaja, pra i bëni ju vetë apo? Po, punime dore. Si është interesi i blerësve? Çfarë përgjigjen ata më shumë? Po mirë është, nuk është keq. Pe gjithë shkahit ka pak. A jeni ju e kënaqur me këtë organizim? Po shumë. Bashkë bukur e kanë organizuar, si për çdo vit. Po për sa ju përket çmimeve, a lëvizin çmimet nga viti në vit apo mbesin të njëjta? Lëvizin shumë lëvizin. Si çdo gjë tjetër që lëviz.
Mirë, atëherë unë të falenderoj shumë dhe uroj që të shesës sa më shumë. Faleminderit për juve shumë. Gati rjeshi, ne është e para herë që vim në këtë event për të marrë pjesë. Çfarë produktesh keni sjellur për vizitorët dhe për vendasit sigurisht? Kemi sjell pite, çaj i bjeshket dhe kirtolla, prej koritet edhe për Sa kohë ju duhet ju që të përgatiteni për të ardhur në Kungulli Fest këtu në Tuzë? Disa javë më përpara. Po, çfarë blejnë më shumë njerëzit, pra për çfarë kanë interes më shumë nga këto produkte bio? Për pite, sepse pite është tradicionale dhe blejnë sa më shumë nga tjera të vende. Shumë mirë, faleminderit shumë dhe uroj që të shisni sa më shumë. Faleminderit për juve. Po, kjo është hera e parë që marrim në pjesë në Kungullin Fest, të cili po gjendet sot në Niagara. Dhe organizimi ynë ka ardhur, si të themi, vetëm vendosme që të marrim pjesë, që të bëjmë një aksion tjetër përpos terenit në Maltëzi, po menoj komunës tonë të Tuzit. Kështu erdhme deri te vendimi që të marrim pjesë në Kungull Fest, që këtë të holla që ne po i bashkojmë këtu, ti përdorim për aksionet humanitare të Kryqit Kuq. Me çfarë produkte merrni pjesë? Pra me çfarë jeni ekspozuar sot? Siç po e shihni, këtu kemi nga produktet piten e klinit, e cila është pite shumë e njohur në krahinën tonë, bukë të pjekur shtëpie, lencë të ndryshme, trileqe, kungull të pjekur dhe disa ëmbëlsira të vogla. Si është interesi i klientëve, i blerësve ose i vizitorëve, do thoja më mirë? Çfarë preferojnë ata më shumë nga këto produkte? Si të them, interesi është i mirë, kemi pritur që t'jetë interesi në këtë nivel, më shumë ti që po shitet është pitja dhe të them këto nga ëmbëlsinat më të vogla, si që janë baklava dhe pak ndoshta nga burek të cilët nuk i kemi bërë ne, por i kemi blerë. Atëherë edhe një pyetje të fundit, a mendoni ju si një aktivist i ri që është e rëndësishme të zhvillon edhe më shumë aktivitete të ngjashme? Unë jam i pajtimit që këto aktivitete të zgjerohen më shumë dhe më shumë, sepse mungesa aktiviteteve të ndryshme në Malësi është e madhe. Evja. Në cilën klas je? Parën. Me ke ardhur sot këtu në Kungullin Fest? Me mësuesen, me shok dhe me shotje me edukatorën. Apo kënaqe shumë? Po. Kungull Fest solli një ditë të bukur, plot muzikë, traditë dhe bashkëpunim, një fest që pasuron jetën kulturore të vendasve, duke kthyer në një traditë dhe dashuri për të gjithë vizitorët. Te kalaja e uqili, të takuar parën e, prej dëshnis në vërgjili, të kërkuar dhe një Valë për qafoj kala, sigur më të diku, prej ditës që munda, që qinu që të tu. Sigur dhe ti valeva, jetë ime t'ko qëtësi, që në time ta kanë falë, se në dhe në beso, shqitëri.
sa ma herë ta që mirë, se nuk doje s'futi, të kalon shkutu me nuk për ty. Na i